Ka probleme e dy ditë ka mbaroj java, Do kemi një kërcim tjetër. Një kërcim tjetër dhe i më kështu të jetë. Do kemi kërcim la kukaracha, një gjë. Gjona vogla. Më mërë se kena arë për punë. Karacha, po ta dhash votën nuk i plaqa. Ma! E mbaj. Më kujtohet. Më kujtohet ajo ditë kur e mbajtëm për herë të parë. Tashi të bëhet ves. Sa ujra kanë rridhur që atëherë më me... Para një ca javësh, nuk e di të shi eksaktëmo datën, transmetuam një problem të tillë që mendi që në 1973-shin, pas kongresit të drejtshkrimit të gjuhës shqipe, ishte në 72-shin, është bërë libri Drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Që ishte ngjyrë kuqe. Bravo, bukur. Ishte një pronë, ishte në pronësit Akademisë së Shkencave, në atë kohë. Tani, këtyre drejtërive që kanë bërë këta kokat e kombit, bukur. Mi po në treg e gjenje. Ishte ai me ngjyrë kafe. E ka marrë dikush, i ka rënë lapsin, e ka shtipur. Të kujtojnë se që kemi lafosur në atë kora. Në atë kohë bote 70 lek, tash i bote 14.000 lek. Jo, 10.000 lek tash. 10.000 lek, vogla. Ndiqe pak me vëmendje. Do ta ndjek më shumë vëmendje. Sa i madh ti çmka. Të dashur miq, përshëndetje. Të gjithë ne jemi të njohur me fenomenin e shitjes së librave nëpër rrugët e Tiranës. Këtu shiten zakonisht libra që janë të përdorur më parë nga dikush tjetër. Por nga një vëzhgim që ne kemi bërë, na rezulton se shiten mes librave të vjetër edhe libra që janë botime të vjetra, por janë shtypur sërishmi në mënyrë të falsifikuar. Një nga këto libra është edhe Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, që unë e kam në dorë. Kjo është një kopje e vjetër, e botuar në vitin 1973, dhe kjo është një kopje e re e botuar së fundmi me metoda më moderne, por prap mban vitin e botimit 1973. Pra kemi të bëjmë me një libër që shitet në mënyrë pirate. Lovën, që shie. Sa kushton ti? 9.000 lekë. Sa? 9.000 lekë, vjetra. Dashuri botim. Është ordinarse. I kam pa 10 vjetë vetë. A ki atë drejtshkrimi i gjuhës shqipe? A e ka vitin e. Ku është? A është i kongresit ti në 73-shës? Këtu thuhet drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Kur drejtshkrimi i gjuhës shqipe i botimit të 73-shit, një vit mas kongresit të drejtshkrimit, ka format tjetër, ka shkrim tjetër, ka disa elemente që tregojnë se libri që keni ju në dorë është botim piratesk. Ku e shtroj? Po të kthehemi në faqen e pasme të librit, thot çmimi 1.000 lekë. Kur çmimi i veprës të 73-shit është 7 lek. Botimi është tërësisht piratesk, është një botim anastatik që nuk kupton skanimin e veprës dhe printimin, dhe ai që e ka bërë nuk është një person i veçantë, se këtu ka elemente të cilat të çojnë tek botimi, tek teknikat e botimit të shtypshkronjës janë tepër moderne. Lidhja është me rrobë, lidhja është me fashikuj, cilësia e botimit është shumë e pastër, ai që quhet toni bojës. Presimi i veprës është në mjete moderne, nuk është puna amatoreske. Derisa botojnë veprat kryesore që kanë treg. Ky drejtshkrim që në vitin 1973 nuk është botuar. Nuk është. Çdo botim tjetër është botim piratesk. Çdo botim tjetër është botim informal. Me të vërtetë unë ju falenderoj për nismën që keni marrë. Është një problem që krimi ekonomik duhet ta ndjeki. Unë jam profesor, unë jam punonjës shkencor, unë nuk mund vetë të kërkoj tani ku e bleveti si, bleveti etj. Prandaj patjetër strukturat të caktuara të shtetit apo të policisë ato i din të tjerë, s'mund të japun dohën mendje, duhet patjetër ta ndjekin këtë problem. Aman, mos ma lini tregun pa libra. A di ç'kam parë tash apo jo? Nuk e ke idenë. Do vdes. Jo, ma këto që pe edhe ti... Do vdesësh edhe s'do na thuash, apo do na thuash dhe do vdesësh? Do vdesësh, nuk do ta them. Nuk do ta them se nuk do të prish imazhin. Pra e pat vetë që shitet në për Tiranë sa dush, po ashtu dhe
historiane, profesori që tha që ky është një moment që organet kompetente Kompetente duhet të ndërhyjnë. të vënë prangat. Absolutisht moment. Se është pronë e dikujt tjetër. Në atë kohë kemi folur, po i kthejmë prap. Shumë ke ti drejtën e autorit. Po. Në për ato që ke ti bërë apo jo. Po. Merr ndonjë lek në fund të vitit ti? Lesh. Po, bari ju. Nuk më japin para, ma konvertoj në lesh. Bari ju qefi desh, bëj një man me lesh. Bën paltë e fustan, me lesh nga desh total. Po ky leshi që më japin mu nuk bëhet as palto as fustan. Po mbush as pa këtë gjë. Nuk bën. Nuk ka pras për një gjë fare, bukur. Digje. Po digje po Ose ma e me shkum. Qel dynjan. Okej, bukur. Vajtëm në drejtorinë e përgjithshme të policisë së qarkut të Tiranës. Aha, po. Dhe bëm denoncimin. O sa mirë. Pamit filmike. Ç'po bënin ato? Librin në dorë. Po lustronin prangat, ç'po bënin? Po vajisnin prangat. Se di, momenti që ne bëm dorëzimet, ka filluar operacioni. O mobilizua shteti. Operacioni koduar drejtshkirimi i Shqipës. Të dashur miq, përshëndetje. Pasi kemi transmetuar në emisionin ton se si libri i drejtshkrimit të gjuhës shqipe botohet në mënyrë pirate dhe shitet në tregun ambulant në Tiranë, ne tani kemi ardhur në drejtorinë e policisë së qarkut Tiranë për të bërë një kallëzim në sektorin kundër krimit ekonomik dhe financiar. Bashkë me librin që ne kemi bler, do të dorëzojmë edhe materialet filmike që kemi transmetuar në emision. Bukur, e falenderoj edhe një herë policinë e shtetit, sigurisht që do të nisë timet, a? Jo më, libra kështu në treg. Apo ta absolutisht vëlla, ç'është kjo punë? Sot Europa të qitë sytë, kupton? Drejtën e autorit, e interpretuesit, e aktorit, e prezantuesit. Ja një aktorët që kemi marrë gjitha të gjë. Ja një aktor që iku jeta në përskena dhe këtë... Rof televizioni se t'ishte për këto që kemi... Ska gjahije, na do fitojmë, bukur. Si mendon ti? Si e mendon të artë, në gjithë se nuk je piktor. Piktor ke të dashur në tënde. Duhet më thuash për qarë është kjo si mendoj, se po më thekë shumë përgjithë si mendon, nuk mendoj asgjë. Okej, atëre kem pjanë. Si e mendon ti të arthmen në lidhje me integrimin në Shqipëri të BE? Dhe më dhënë të BE-s, dhe më dhënë si bje, Shqipëria në BE? Si grita, për para verë. Bukur. Ja, me vajzat jo, se janë... Në. Morë qëketi sot, si nuk e mirë sot. Po njëra ka një shikim shqiponje, tjetra ka dhe në provime. Ajo të malkon. Ajo të malkon. Ku kap, ku flitet sot me ato? Malkimi i saj hoqi Sarkozy nga pushteti. E Karla Brune ka me 2 mene, ta majmo sa majmo. Temi vetëm pas pak. Ju njoftoj të gjithve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube.redaksia. Dhe qathu të shfajt atje. Pra, është e kja. Sa po e the gabim. Se më qërët. Qathu redaksia. Kanali jo në YouTube. Në YouTube, në MyTube, në tube tona. Leti bim tube edhe për YouTube. Bjeri.